Ne faktikisht, ashtu si që thash, zotri Hazir Haziri është arrestuar në shtator të këtij e viti dhe që nga ai moment, faktikisht që nga fillimi i shtatorit ai mbahet në njërin prej burgjeve të Serbisë. Cila është gjendja e tij, e keni vizituar dhe çka po ndodh konkretisht me rastin? Babi është arrestuar me 8 shtator të këtij viti, duke kaluar pikën kufitare në Merdar në orën 2:30. Më pastaj ai është dërguar në një qendër të paraburgimit në Beograd, ku është mbajtur për 48 orë dhe i është ngritur një akt akuzë për një vrasje që ka ndodhur në vitin 1999 me 22 qershor të vitit 1999 dhe i është vazhduar paraburgimi prej 30 ditësh. Më pastaj ne kemi angazhuar avokatin mbrojtës, i cili ka kryer të gjitha procedurat ligjore dhe është vërtetuar që ai nuk ka të bëjë asgjë me rastin. Madje edhe dëshmitari prezant që ka dëshmuar dhe ka thënë që Hazir Haziri, i njohur si Zogu, nuk ka të bëjë asnjë gjë me lidhje me akuzat e ngritura. Përkundrazi ka thënë që ai ka qenë një fqinj i mirë, ka qenë një njeri i respektueshëm dhe nuk kemi pas asnjëherë problem. Pavarësisht gjitha atyre, gjendja e babit shëndetësore është e rënduar, ai e përjeton shumë rënd emocionalisht, duke pasur parasysh edhe faktin sepse ai nuk ka të bëjë asgjë me akt akuzat e ngritura. Është e çuditshme qysh institucionet e Kosovës nuk kanë marrë deri më tani ndonjë veprim urgjent. Ai po mbahet peng, pa fakte, pa dëshmi, pa dëshmitar, vetëm se ata mujnë edhe vetëm se është shqiptar. Ne kemi bërë thirrje, i kemi bërë lutje institucioneve të Kosovës për një intervenim sa më shpejt për lejem të babit, që të kthehet sa më shpejt. Deri më tani nuk kemi pasur asnjë përgjigje, nuk e dim saktësisht veprimet e tyre, edhe pse i kemi dërguar emaila, edhe pse kemi kontaktuar, deri më tani asnjë gjë nuk kemi marrë nga ana e institucioneve shtetërore. Mirë, po na presim, i bëjmë thirrje, i bëjmë lutje prap gjitha institucioneve të Kosovës që të ndërmarrin masa sa më të shpejta për lirimin e babit. Po, gjatë kësaj periudhe, keni arritur që të kontaktoni me të, apo e keni vizituar, keni kontakt me telefon? Jo, kontakt me telefon nuk kemi pas deri më tani sepse nuk ja kanë mundsu, vetëm se kemi vizituar disa herë. Edhe gjatë vizitave, faktikisht, si ka qenë gjendja e tij, qoftë ajo shëndetësore, qoftë edhe emocionale? Ka pasur ndonjë ankesë për mënyrën e trajtimit? Jo, për mënyrën e trajtimit deri më tani nuk ka pas ankesë, po gjendja e tij shëndetësore nuk është e mirë. Ajo kuptohet sepse mosha e tij e bën shëndetin të luhatshëm, kështu që edhe pa marrë parasysh që ai ka kërku barna, ka kërku mjekun, gjendja e tij shëndetësore nuk mund të tash 3 muaj me qenë e mirë, kur është ato i mbyllur as emocionale, as shëndetësore. Tha që ka kërkuar barna, ka kërkuar mjekun, i janë ofruar të gjitha këto? Po patjetër, ai kërkon sepse ai ka barna ditore që i përdor. E thatë që nuk po gjeni mbështetje nga institucionet e Kosovës. Keni komunikuar me zyrën ndërlidhëse të Kosovës në Beograd dhe cila ka qenë përgjigja që keni marrë? Me zyrën ndërlidhëse pikërisht me përfaqësuesin e zyrës ndërlidhëse zoti Shaib Kamberi, Jetesh Jashari, falë se unë e ku biseduar me Shaib Kamberin që është deputet shqiptar në Serbi. Po. Mirë, po, zoti Jetesh Jashari e ka vizitu babin disa herë, përgjigja e tij ka qenë kjo është çështje politike, nuk ka të bëjë Haziri asgjë me akt akuzat e ngritura. Po, cila ka qenë kërkesa juaj konkrete karshi institucioneve të Kosovës e për të cilën nuk keni marrë mbështetje, sepse thatë që nuk keni gjetur mbështetje nga institucionet, në anën tjetër bëhet thirrje për veprime urgjente. Cila do të ishin faktikisht këto veprime urgjente që ju i konsideroni që duhet të ndërmirren?
Na e dim që Kosova me Serbi nuk kanë raporte. Mirë po duhet gjetë mënyra disa ndërmjetësus, sepse babi po mbahet peng, si që thash edhe më herët, edhe mënyra urgjente është që me intervenu, ose Bashkimi Evropian, ose Kryqi i Kuq, ose çfarë do që është e mundur për një intervenim urgjent. Ai nuk ka të bëjë me akuzat e ngritura dhe ai po mbahet atje tash e 3 muaj. Kështu që duhet të ekzistojë ndonjë mënyrë urgjente për lirimin e babit. Prandaj unë prap në emër të familjes i bëj thirrje, i bëj apel institucionet të Kosovës për një ndërhyrje të shpejtë për lirimin e babit. Se duhet jetë një mënyrë, presidentja ose del në postim edhe thotë që evitoni sa më shumë udhëtimet nëpër Serbi. Po kjo është absurde, me thonë evitoni, sepse njerëzit kalojnë vazhdimisht, po duhet me pas një mbështetje qytetarët e Kosovës, duhet me pas një intervenim, duhet me ekzistu një mundësi për lirimin e shqiptarëve që mbahen atje padrejtisht. Faktikisht e konsideruat absurde thirrjen e presidentes, po edhe të gjithë institucioneve të vendit që e bëjnë faktikisht vazhdimisht, edhe e Ministria e Punëve të Jashtme për të shmangur kalimin për territorin e Kosovës. Pse po konsideroni absurde kur paraqitet rreziku? Absolutisht po, sepse nëse del presidentja e thot publikisht që evitoni udhëtimet nëpër Serbi, atëherë neve na futet frika sikur gjatë kohës luftës që kemi pas prej tyne, na tash nëse i ndalim gjitha udhëtimet dhe nuk udhtojmë, sepse shteti i Kosovës në ty nuk t'jep mbrojtje, atëherë pse nuk dalim publikisht me mbyll kufinin edhe mos me udhtu qytetarë që m'ju ik problemeve. Rasti i babit tem është krejt ndryshe, sepse babi që 25 vjet mas lufte ai ka udhtu disa herë nëpër Serbi dhe nuk ka pas asnjëherë problem. Kështu që edhe nëse tash del nuk e di pse del edhe ndalohet për një deklarat, duhet me ardhur në Beograd, më pastaj vazhdon edhe ndryshon komplet, mbahet tash e 3 muaj, më thonë kjo jo që është absurde, po dhe është frikë, edhe është, na jemi emocionalisht edhe familja tash e 3 muaj nuk jemi mirë me rastin e babit. Pra, e përmendët që zotri Hazer Haziri, i shpestari ushtrisë qlirimtare të Kosovës... Fal. Babi nuk ka qenë asnjëherë pjesëtar i ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Okej, kërkojmë falje. Faktikisht ai ka kaluar disa herë, përmendet që ka kaluar disa herë përmes territorit të Serbisë, gjatë këtyre viteve që nga përfundimi i luftës dhe nuk ka pasur ndonjëherë problem. Jo, nuk ka pas asnjëherë problem. Ai ka qenë vitin e kalum, hiç më larg vitin e kalum, e ka kalu kufinin dhe nuk ka pas asnjëherë problem. Nuk ka pasur asnjëherë. Momentin kur është ndaluar që në orën 2:30 me 8 shtator, ai nuk ka pas asnjë dyshim për shkak që nuk ka pas probleme. Babi jam është një veteran i arsimit, është një njeri i respektueshëm që gjithë llapi e njohin dhe thonë që duhet me vazhdu për një deklaratë në Beograd. Ai vazhdon pa asnjë hezitim. Momentin që vazhdon në një qendrat e paraburgimit në Beograd, atëherë ndryshon gjithçka. Edhe tash e 3 muaj, na jemi në një angth e gjithë familja, e mas shumti ai që e përjeton atje shumë rënd. Pra, jo thatë që mbi të rëndon akuza për një vrasje faktikisht të ndodhur gjatë periudhës së luftës, apo jo? Po. Në çfarë rrethana, me çfarë baze faktikisht është ngritur kjo akt akuzë? Keni detajet? Po, kjo akt akuzë është ngritur që vrasja ka ndodhur më 22 qershor të vitit 1999 në të njëjtën lagje ku edhe ne jetojmë. Ka ndodhur një vrasje e një serbi që kanë qenë përfshirë 2 persona dhe aty është futur emri i babit. Pastaj vrasja ka ndodhur më 22 qershor të vitit 1999 saktësisht pas përfundimit kur trupat e NATO kanë ndërhynë, po du jevë, dhe aja akuzohet për këtë vrasje. Mirë po, bashkëshortja e të ndjerit
ka dëshmu. Ajo ka qenë prezente, ka dëshmu me datën 10 tetor të këtij viti 2025 që Hazir Haziri Zogu nuk ka të bëj asgjë me akt akuzën e ngritur. E ka identifiku dhe ka deklaru. Janë të gjitha dokumenta që Haziri është i pafajshëm, të gjitha procedurat ligjore që avokati i ka mbaru, edhe ai vazhdon të mbahet nga autoritetet serbe vetëm se ata mujnë, domethënë kjo është jashtëzakonisht e çuditshme. Po cila ka qenë arsyeja edhe nga gjykata pas vendimit që të mbahet ende në burg, pavarësisht kësaj deklarate të bashortës së të ndjerit? Cili ka qenë arsyetimi? Arsyetimi i gjykatës nuk ka qenë, gjykata nuk ka marrë asnjë vendim, domethënë nuk e cek që dëshmitari prezent ka dëshmuar në favor të Hazirit. Pra nuk është e përfshirë deklarata e bashortës së të ndjerit, nuk është e përfshirë në proces verbal të asaj seance. Akoma jo, sepse autoritetet serbe thonë që është vetëm një proces gjyqësor edhe duhet me prit derisa të merret vendimi. Më thonë nuk dhojnë detaje për çka ai po mbahet, se na nuk kemi proces verbal të tyne. Nuk është asnjë detaj pse ai mbahet, domethënë ai vetëm mbahet, i vazhdohet për e treta herë ka 30 ditë, tash e 3 muaj, dhe autoritetet serbe nuk dhojnë asnjë shpjegim pse ai mbahet. Pavarësisht që ai është i pafajshëm, avokati ka bërë ankesat që jeni duke mbajtur një person të mëshuar pa asnjë provë, duhet mu liru, po ata nuk i marrin parasysh këto kërkesa. Ka ndonjë seancë gjatë kësaj periudhe, pritet që të ndodhë ndonjë seancë gjyqësore? Është lajmëruar? Jo. Jo, nuk dihet ende çka do të ndodhë. Kur ka qenë komunikimi juaj i fundit me babain, vizita juaj e fundit, qoftë juaja personale apo e dikujt e familjes, dhe cila ka qenë gjendja e tij në takimin e fundit? Ka qenë tash 2 javë, sepse atje vizitat janë çdo 2 javë. Çdo 2 javë. Para 10 ditë 2 javë. E kam vizitu motrat. Gjendja e tij nuk është e mirë. Unë uroj që kjo çështje të zgjidhet dhe të falenderoj shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë në rreth rrotull. Faleminderit shumë. Shpresoj që sa më shpejt lirohen. Urojme që sa më shpejt të lirohet dhe të bëhet zgjidhje për rastin e tij në anën tjetër, përveç Hazir Hazirit. Sa për fund, patjetër të gjithë, edhe një herë publikisht i bëj thirrje gjitha institucioneve Kosovës që të ndërmarrin masa urgjente, edhe për lirimin e babit tem, edhe për lirimin e të gjithë të burgosërve atje që mbahen. Ata mbahen peng, vetëm se janë shtetasë të Kosovës. I kisha lutë që të marrin masa urgjente për lirimin sa më të shpejt. Urojme që të ndodhë një gjë e tillë, Katrina. Faleminderit shumë. Faleminderit, mirupafshim. E ashtu siç isha duke thënë, përveç Hazir Hazirit, në burgjet e Serbisë mbahet edhe Avni Qenaj, i cili u arrestua javën e kaluar, e për rastin e të cilit do të diskutoj me avokatin e tij Gjevdet Smakiqi. Zotëri Smakiqi, çka po ndodh konkretisht faktikisht me klientin tuaj, cila është arsyeja e ndalimit të tij edhe çka ka ndodhur prej momentit kur u arrestua? Po, para se ta themi këtë, pra 25 nëntor të këtij viti, Avni Qenaj ish pjesëtar i UÇK-s, që ka udhëtuar disa herë, siç e tha edhe Katrina Aziri, dhe nuk është ndaluar. Pra 25 nëntor, edhe pse kishte udhëtuar disa herë, sepse familja e Qenaj merret me furtari, e dini, jo me bukpjekës, dhe s'ka pas asnjë problem, por pas 26-7 viteve Serbia e arrestoi. Dhe procedura penale është si në Kosovë, është mbajtur një seancë dëgjimore dhe i është caktuar para burgimit prej 30 ditësh pa asnjë provë të vetme, ashtu siç e tha zënë Jusha Haziri. Pra, çka duhet, ku është problemi? Problemi i këtyre ndalimeve apo i kidnapimeve të ish pjesëtarëve të UÇK-s, po jo dhe vetëm, sepse e kemi thënë, e kam pas ritheksuar në rastin Dakaj që Serbia mund të arrestoj secilin shtetas të Republikës të Kosovës
ta akuzoj për ndihmë UÇK-s. Për shembull, nëse ka ndodhur ndonjë vrasje kurdo që ka ndodhur në 98-99, edhe juve edhe mu mund na arrestojnë se i keni ndihmuar ushtrisë shëndetare të Kosovës. Pra është një nen atje ndihmë, të na kemi në 39 në Kodin Penal të Republikës Kosovës dhe Serbia e ka të njëjtën dhe mund ta ndalojë secilin qytetar. Pra, atë që shpjegoj, pra një familje që është viktime e këtij ndalimi politik nga ana Serbisë dhe kriminal, siç e shpjegoi pra zonja Aziri apo zonjusha, se nuk e dija statusin martesor, e tha në mënyrë shumë të drejtë për drejtë dhe atë që e themi ne dhe ritheksojmë se cila pra është baza juridike dhe kushtetuese dhe ligjore që ta ndalojmë Serbinë që ta sigurojë lirinë e lëvizjes për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe për ish pjesëtarët e UÇK-s, për arsye se e kemi në fuqi marrëveshjet e Brukselit, të cilat i kanë nënshkruar Serbia në Bruksel dhe garantuar është Bashkimi Evropian dhe nga viti 2013 Serbia detyrohet që të lejoj lëvizjen e lirë të qytetarëve të Kosovës dhe kapitalit dhe madra, pra kemi edhe tregtie, kemi sa është importin nga Serbia. Pra një qeveri serioze të cilën nuk e kemi, një qeveri pro UÇK të cilën nuk e kemi anti UÇK, një qeveri e cila as nuk i detyron Serbinë ta zbatojë marrëveshjen e Brukselit, duke qenë serioze përballë Brukselit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe as nuk e financon, nuk krijon një fond për familjen Haziri, për familjen Qenaj, për familjen Dokaj. Veç të them edhe një sen, sepse kam përvojën me familjen Dokaj. Kam pas kërkuar në vazhdimsi që të krijohet një fond për arsye se ndalimi është politik dhe është për çështje nacionale, pra nuk është për krime ordinere, për vrasje apo narkotik apo prostitucion apo çfarë do vepre tjetër ordinere, po është fjala për themelet e këtij shteti. Pra, këta familje, edhe familja Azira, edhe Qena, edhe Doka, edhe kushdo i UÇK-s ka kontribuar që ata kemi sot një qeveri e cila duhet ta mbështet, pra, as ka mbështetje financiare, as ka mbështetje diplomatike dhe as ka mbështetje kurfare. Por te familja Doka, kur ishte zgjedhjet, para se të kalojmë te familja Doka, ishte vizituar që të merr vota. Po, para se të kalojmë tek raste të tjera, të ndalim tek rasti konkret. E tregua që u ndalua me 25 nëntor. Pra muajin javën e kaluar u ndalua dhe cila ishte arsyeja, çka rëndon faktikisht në zotrin Qelaj? Të gjithë ish pjesëtarët e UÇK-s. Po edhe ata që i akuzon Serbia për ndihmë. Arsyetimi është krime lufte. Pra, pjesëmarrjen e krime lufte, vrasjen e serbëve, vrasjen e civilëve serbë dhe kur e dim që ushtria shëndetare e Kosovës asnjëherë s'ka vrarë civil serb. Kjo është botërisht e njohur dhe e ditur dhe ushtria shëndetare ka qenë tërësisht e postër, ka luftuar me paramilitarë dhe milicinë serbe. Keni takuar zotrin Qelaj? Keni arritur të takojë dikush? Licencën që kemi në Kosovë nuk na lejohet të operojmë brenda Serbisë, por jemi në komunikim me avokatin mbrojtës i cili ka në Serbi, i cili po punon, por e ka thënë dhe e themi edhe ne, por është e vërtetuar që asnjë provë të vetme prokuroria e Serbisë nuk e ka pasur që as ta ndaloj, as ta arrestoj, as të kërkoj mosën e parabugimit. Pra, sa i përket procedurës penale, atë që e tha dhe zonjusha Aziri, pas një provë mbahen dhe zakonisht detyruan familje që të shpenzojnë shumë marramendse të parash për t'i nxjerrur, për t'i trajtuar, për t'i vizituar. Prandaj problemi është i mbështetjes. Pse ekziston qeveria e Kosovës dhe çfarë kuptimi kanë ato marrëveshje të cilat i kanë lëshuar Kosova kur për arsye se pjesëtarët e UÇK-s mund t'i ndjek vetëm zyra prokurorit special në Hag. Ne kemi themeluar gjykatën speciale, e kemi ligjin për dhomat e specializuara dhe e kemi marrëveshjen me Serbinë për lirinë e lëvizjes qytetarëve. Prandaj me të drejtë tha dhe në mënyrën më brillante e tha edhe zonjusha Aziri që është absurde një presidente të bëj diskriminim para qytetarëve të vet, ju thoj ju që jeni pjesëtar të UÇK-s mos i bëni ka Serbia. Prandaj për diskriminim klasik në kategorinë të shoqërisë. Është një alternativë për të dorëzim përballë Serbisë. Po është një alternativë për të shmangur rrezikut të ndalimit derisa Serbia po vazhdon që të arrestojë qytetarët e Kosovës. Jo, Serbia duhet të detyrohet ta respektojnë marrëveshjen të cilën kanë nënshkruar me Kosovën, të respektojnë konventat ndërkombëtare dhe qeveria jonë duhet ta bindë Bashkimin Evropian. Po është një qeveri jo serioze, është një qeveri anti-UÇK. Kemi theksuar disa herë, prandaj përveç që nuk krijon një fond për të mbështetur familjet si Dokaj, Qenaj, tash Aziri, kjo qeveri u ka përgjysmuar me udhëzim administrativ edhe financat mbrojtësve të krerëve të UÇK-s. Prandaj duke qenë ky ambient politik anti-UÇK, edhe Vučići me lehtësi i arreston jo vetëm ish pjesëtar të UÇK-s, por mund të arrestojë secilin qytetar të Kosovës për ndihmë
kënë se ushtri qytetar të Kosovës në vitin 1999, e duke qenë se po ta kishim një qeveri dhe një ministër të jashtëm serioz, do ta bënte Bashkimin Evropian që ai shpjestar të OÇK-s mund të ndjek ekskluzivisht me kompetencë vetëm zyra prokurorit special në Hagë e Republikës së Kosovës. Po cila është gjendja e zotrit Çelaj? Ka arritur ka arritur dikush që ta takoj dhe në çfarë gjendje shëndetësore edhe emocionale është? Po ai shpjestar të OÇK-s dhe vetë shqiptar, kur ndalohen nga një në mënyrë vetë ndalimi arbitrar, pas një provë të vetme. Atë se që tha Zoniusha Aziri, është një farë lloj dhune psikologjike, sepse ndalimi 48 orë, pastaj caktimi para burgimit, duke mos qenë fare i involvuar apo fshirë në një krim, ty në mënyrë automatike shkakton dhunë. Pra, privimi nga liria është vetë dhunë psikologjike, por edhe vetë trajtimi brenda, si ka qenë rasti Dokaj, i kishin ushtruar dhunë fizike kur bashkëshortja kishte vizituar dhe kishte parë një hematom mbi vetull dhe kemi riteksuar. Prandaj, gjendja e secilit pjesëtar të OÇK-s në burgjet e Serbisë, në Beograd, është shumë e keqe dhe unë kam kërkuar edhe monitorim ndërkombëtar, sepse në mungesë të një qeverie efektive. Pra, duhet ta themi me sinqeritet që edhe unë kam biseduar me zotrin Jetish Jashari, ngarkuar me punë në zyrën e Kosovës në Beograd, i cili në mënyrën se aq sa ka kompetenca me ka premtuar se do ta vizitoj. Dhe me ka premtuar se edhe me ka thënë që ju ka shkruar të gjitha kanalet diplomatike dhe mekanizma ndërkombëtar për të monitoruar procedurën penale dhe trajtimin e Avni Çenajt që të njëjtit mos të shkaktojë ndonjë dhunë psikologjike. Deri tani nuk ka arritur që ta takoj. Deri në këto momente ka arritur që ndërmjetësuesi i zyrës ndërlidhës së faktikisht në Beograd. Jo, nuk e kam informatën që e ka vizituar deri më tani. Në familja e duke u merr intensivisht, kanë angazhuar një avokat privat dhe ne jemi në komunikim për të hartuar strategjinë e mbrojtjes dhe atë që tha Zoniusha Aziri, pra është një angazhim që sa më shpejt të lirohet, por pyetja është ku po mbeten institucionet e Kosovës, për çka ekzistojnë institucionet e Kosovës? Çfarë obligimi kanë ndaj qytetarëve të saj? Pse e bartin pasaportën e Kosovës? Pse paguaj tatime për Republikën e Kosovës kur s'më mbështet, kur më arreston një Serbi në mënyrë më arbitrare të mundshme? Qoftë edhe për krime ndoshta ordinere, shteti duhet të interesohet për shtetasin e vet se apo zbatohet drejt standardet e drejtësisë. Po, faktikisht e përmendet që është ndaluar në fillim të javës së kaluar, me 25 nëntor, është ndaluar me akuzën për krime e luftës. Në anën tjetër, thatë që ka kaluar disa herë nëpër Serbi. Gjatë këtyre rasteve kur ai ka kaluar në Serbi, nuk është ndaluar ndonjëherë për ndonjë kontroll, për ndonjë themi për diçka deri në këto momente nuk ka pasur probleme me organet. Me siguri është kontrolluar normalisht dhe është liruar, pra Serbia kur dënë zbaton lirinë e lëvizjes, kur do nuk e zbaton, sepse nuk kemi një qeveri të Kosovës e cila e bin Bashkimin Evropian që të detyroj Serbinë që mos t'i diskriminoj qytetarët e Kosovës. Nuk mund të themi ne unë e ti kemi të drejtë të kalojmë nëpër Serbi dhe ish pjesëtar të OÇK-s kur nuk do ta kenë të drejtën të kalojnë nëpër Serbi. Prandaj kjo nuk është drejtësi, kjo quhet diskriminim dhe këtë e bën edhe vetë presidenti Osmani duke thënë e skevani ju Serbin e na tjerë që i kena pas mirë me Serbin na po i bina çanej. Pra, për shkak të ekziston Republika e Kosovës, që të garantoj barazi para qytetarëve të Kosovës, që të garantoj para bashkisë ndërkombëtare zbatimin e marrëveshjeve për lirinë e lëvizjes dhe kapitalit. Pra, atë me mënyrën më po them shkëlqyeshme e tha Zoniusha Aziri që atëherë po i mbyllim kufit dhe po e themi që nuk kemi liri të lëvizjes dhe nuk kemi marrëveshje fare të nënshkruar me Serbinë dhe të betonohet pra kufirit të mos lejohen as mallrat serbe të hyjnë në Kosovë, sepse ata po përfitojnë ekonomikisht ndaj Kosovës kur po importojmë ne mallrat e tyre dhe po na arrestojnë neve kur po dëshirojmë që të shkojmë në Evropë sepse është udha më e shkurt edhe ekonomikisht është më e lëvërdishme se cili qytetar të bijë nga Serbia. Pra, jo faktikisht edhe jo e konsideruat jo të qëndrueshme e thirrjen e institucioneve që të shmanget qarkullimi. Dorëzim. Jo që është e paqëndrueshme, është një dorëzim para Serbisë. Dhe është një thirrje që Serbia të arrestojë sa më shumë shtetarët e Republikës Kosovës. Pra ti po i thu qytetarëve mos i bëni anej, duke ngjallur edhe frikën edhe panikun, por edhe dorëzimin përballë një Serbie e cila s'ka të drejtë arrestoj askënd. Atë që e shpjegova më herët se për pjesëtarët e OÇK-s e vetëm kompetencë ekskluzive për krime lufte e ka zyra prokurorit special në Hagë, e cila është funksionale deri më tani. Po,
nuk e konsideroni si zgjidhje të duhur deri sa të arrihet të themi sharrimi dhe zbatimi i marrëveshjeve? Është marrëveshje në 2013 Po deri sa të sigurohet zbatimi, se ne po e dim që ekziston një marrëveshje, por që ngecet në zbatim. Prap nuk e arsyetoni këtë thirrje për shmangje? Presidentja, kryeministri, ministrja e jashtme, fare nuk shqetësohen për arrestimin e shpjetorëve të shqyrës, do ta themi me sinqeritet, sepse sikur ta të shqetësoheshin, të gjithë do të bënin takime urgjente, qoftë në Bruksel, qoftë në mekanizma ndërkombëtar, do të kërkonin monitorim ndërkombëtar ata personalisht, dhe jo me një postim Facebook apo me një deklaratë kur bëhet një mbledhje e qeverisë, ndërkohë që asnjë ndihmë konkrete, asnjë hap konkret nuk shihet se kjo qeveri është duke bërë për të mbrojtur, për t'i liruar dhe për t'i mbështetur familjet e pjesëtarëve të shqyrës të cilët arrestuan. Po e them dhe po e ritheksoj. Këta ish pjesëtarë të shqyrës nuk arrestuan për krime ordinere, arrestuan për krime lufte të cilat dyshuan kur ka qenë lufta për lirinë e çlirimin e këtij vendi, pra kur është themelu ky shtet ka obligim ndaj qytetarëve të saj për secilin që ka lind, erë nga natë nënta, po sidomos për ata që janë angazhuar për çlirimin e saj, pra ekstra apo në mënyrë të dyfisht ka obligim ndaj njerëzve të cilët e kanë themelu këtë shtet dhe këta po i gëzojnë privilegjet nga këtë opozita, bili me mashtrime, me propaganda, apo rrinë për shtet që so vite, duke ju bërë dëm pikërisht kësaj kategori dhe duke ju thënë që ju nuk keni të drejtë dhe nuk e gëzoni lirinë e lëvizjes. Pra, presidenti apo ju thotë, ish pjesëtarëve të QK-s, krejt e gëzojnë lirinë e lëvizjes nëpër Serbi, por ju nuk e gëzoni. Prandaj rrini të shtëpia. Po kjo është absurde, po kjo është diskriminim, kjo është apartheid ndaj një kategorie të shoqërisë. Zotëris Makiqi, faleminderit shumë për këtë pjesëmarrje në Rreth Rrotull. Faleminderit. Kemi arritur kështu në fund të pjesës së parë të emisionit, shkëputemi për pak minuta marketing.